Fëmijëve u ka mundsuar certifikata falas, fëmijëve që janë fëmijëve të kopshtit nuk i ka mundsuar absolutisht asnjë një certifikat. Me kërkesë, një kërkesë komuna do nuk bëjë se është e pa. Atë shkolla 9-vjeçare ka marrë certifikata falas për 90 fëmijë dhe këtë mund ta konfirmoni shumë thjesht. Përse do bëj një ndarje shkolla jo dhe kopshti? Jo, shkolla bëri një listë kërkesë, kemi për këtë rast, duke qenë se fëmijët në shkolla i kanë marrë certifikat. Po i kanë marrë, realisht kanë dërguar një Po nuk falas, si nuk kemi paguar falas u ka mundsuar, pa lek, pa. Kjo mund të jetë një neglizhencë vetë komunitetit. Ndoshta gjithë zgjidhjen më të shkurtër do të thënë se marrin dot certifikat. Për sa kohë që janë një komunitet neglizhues të paktën për sa i përket pjesës së arsimit. Dhe nuk kam asnjë dokumentacion me ta fëmijë. E zbreza që kam kaluar, kam çuar në kopsht, në kopshtin në shkollë, nuk kam asnjë dokumentacion. Atëherë si kalojnë në shkollë? Kalojnë në shkollë sepse siç thotë zonja që drejtoresha pas ka marrë certifikata. Jo, normal, është një kërkesë. I merr drejtoresha e shkollës që i shiko si funksionon. Dëgjoj se nuk kemi se të ngatrohemi me terma të çuditshëm. Në momentin që drejtoresha e di gjendjen, supozojmë kur çdo drejtoresh, jo vetëm ajo, ose kudo që të jetë, e di gjendjen e komunitetit rom, gjendjen ekonomike e të tjera më radh për të shmangur dhe braktisjen për mos u dhënë asnjë lloj arsye të vogël minimale kushdo qoftë që ti shtysh për të braktisur, tentojnë që ta zbusin situatën. Atëherë, bën një listë me fëmijët që ka, evidenton fëmijët që ka të regjistruar në shkollën e saj. Thotë, unë kam kaq fëmijë. Më duhen të lloj dokumentacione për procedurë regjistrimi siç e kanë të gjitha shkollat. Dhe paraqet, siç edhe ka ndodhur realisht në këtë fillim viti, paraqet kërkesën së bashku me listën të evidentuar të nxënësve dhe ka marrë pas një lloj, domethënë shpenzimet e certifikatave ka mbuluar komuna në këtë rast. Domethënë nuk është kërkuar as taks toke për ti